Brenda 3 muajve pritet të zgjidhet problemi me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Këtë e deklaroi për Euronews kryetari i Vlenit Izet Meqiti, i cili gjatë ditës bashkë me Kasamin zhvilluan takime me kryeministrin Hristijan Mickoski. Sipas Meqitit, ka marrëveshje për kërkesën e studentëve. Ashtu siç i kemi zgjidhur këto 3 dikasere, do vazhdojmë me jurisprudencën që është kërkesë e studentëve, po jo vetëm te jurisprudenca. Ne kemi rënë dakord, domethënë që ligji i gjuhëve të zbatohet edhe tek fusha tjera ku ka të bëjë me provime profesionale apo me licenca që duhet mirë. Ju e keni kërkuar, po çfarë ju është thënë? Nuk kemi kërkuar, jemi marrë vesh, jemi dakorduar, është deklarate përbashkët e kryeministrit e 2 partnerëve të qeverisë, VMRO dhe Vlen. Pa një afat. Po çelë tjetë afat 3 mujor. Nëse e ka procedurë, duhet bëhet propozim ndryshim ligji, duhet kaloje në qeveri, duhet kaloje në parlament. Deputeti e Frontit Evropian Rina Hajdari shpreh mosbesim ndaj zgjidhjeve që mund të propozojë qeveria, duke nënkuptuar se mund të sjellin procedura të panevojshme ose të komplikuara. Ligji për përdorimin e gjuhëve tashmë e garanton përdorimin e shqipës, thot ajo. Realisht nuk e di se me çfarë zgjidhje do të vinë, me çfarë perle do të vinë. Ja një shembull konkret po ua jap. Dje mbrini në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandalos. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë dhe vetëm duhet të zbatohet. Pra ministri i drejtësisë duhet vetëm ta rregullojë që studentët mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për ta dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ndërkohë studentët kërkojnë që e drejta për ta dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe të mos mbetet vetëm premtim politik, por të zbatohet sa më shpejt praktik, duke paralajmëruar se do të vazhdojnë reagimet publike deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes.